Dashi. Sot hëna ju sjell qartësi për të reflektuar mbi dëshirat dhe qëllimet tuaja. Ndiqni intuitën kur vendosni objektivat e së ardhmes. Në çift, rutina mund t'ju ketë lodhur, prandaj shtoni diçka të re, një shëtitje në natyrë, një darkë surprizë apo një bisedë të hapur për planet afatgjata. Beqarët që sapo realizuan një takim do ndjejnë se Marsi po përshpejton ngjarjet. Nëse zemra ju kërkon guxim, mos hezitoni ta hidhni hapjen e parë. Në punë, miratimi për projektin që keni kërkuar do hap dyrë të reja në karrierë. Financat mbeten të qëndrueshme, por për çdo shpenzim të madh, sigurohuni që buxheti të mos mbetet bosh. Demi. Mërkuri sjell një frymë të re komunikimi sot. Fjalët tuaja do kenë peshë dhe do përforcojnë lidhjet në çift. Bashkëpunimi me partnerin, qoftë në një projekt shtëpie apo një plan udhëtimi, do forcojë besimin dhe do shmang keqkuptimet. Beqarët do të rriqin vëmendje me sharmin e tyre pasionant, por ruani vetë kontrollin për të mos marrë vendime impulsive që mund të pendoheni më vonë. Në punë, mbështetja e kolegëve do e kthejë ambientin në një temë bashkëpunimi në vend të rivaliteti. Shfrytëzojeni për të zhvendosur kufijt tuaj profesional. Kujdesuni për buxhetin. Edhe në momentet e bollkut, maturia në shpenzime do jetë çelësi i stabilitetit financiar. Binjakët. Sot Mërkuri dhe Urani mund të krijojnë tension midis dëshirës për aventurë dhe nevojës për rutinë, ndaj gjeni ekuilibrin mes planeve të mëdha dhe detajeve të përditshme. Në çift, emocionet do jenë të forta, buzëqeshjet dhe përqafimet do mbushin ditën, por prisni para se të merrni vendime kapitale për të ardhmen. Beqarët do të rriqin persona të shumë, por mos shkoni drejt një zgjedhjeje të nxituar duke pritur pak, do të klikoni më mirë me princin e kaltër. Në punë, ndjekja e strategjive të mira të mëparshme do të sjellë drejtësi dhe progres. Këmbëngulja juaj do të paguhet me rezultate konkrete. Financat do jenë solide nëse ruani kursimin e arsyeshëm dhe shmangni rreziqet e panevojshme. Daforia. Under the influence of gentleman and dynamic Mars, intuita juaj do jetë thembres sot, besoni në ndjesitë e para, por mos i mbështetni plotësisht vendimin. Në çift, dialogu i hapur do jetë themeli i një pune të suksesshme. Komunikoni çdo shqetësim, madje edhe ato më të vogla, për të shmangur grumbullimin e tensionit. Beqarët do përjetojnë takime intriguese, por mos nxitoni drejt lidhjes së parë, lëri gjërat të zhvillohen natyrshëm. Në punë, negociatat e vogla mund të testen dhe nervozizmi, por me durim dhe mençuri do arrini zgjidhje të qëndrueshme. Në planin financiar, përfshihuni në vendime me maturi. Ekuilibri midis kursimit dhe investimit do jetë kyç për të ardhmen. Luani. Energjia e sotme do ju mbush plot entuziazëm. Ndiqni guximin tuaj për të eksploruar ide të reja në çdo fushë. Në romantik, Jupiteri do forcojë pasionin me çift. Çdo surprizë e vogël do shtojë ngrohtësim ndërmjet jush dhe partnerit. Beqarët do ndihen entuziastë dhe të gatshëm për flirtë, por kujdesuni që çdo deklaratë të jetë e sinqertë për të shmangur keqkuptimin. Në punë, spontaniteti dhe profesionalizmi do jenë kombinimi fitues. Propozimet tuaja do priten me interes nga shefat. Sektori i financave kërkon një dozë kujdesi të shtuar. Edhe nëse buxheti duket i mirë, shmangni shpenzimet impulsive për të mbajtur ekuilibrin. Virgjëresha. Me Marsin dhe Jupiterin në favorin tuaj, sot do keni energji dhe vendosmëri për të përmbushur detyrat më të komplikuara. Në çift, durimi dhe organizimi do forcojnë lidhjen me partnerin. Diskutoni planet afatgjata me qetësi dhe tregoni të hapur ndaj sugjerimeve. Beqarët do kenë takime me potencial, por mos nxitoni drejt vendimeve të mëdha, duhet kohë për të ndërtuar besimin. Në punë, analiza e kujdesshme në çdo hapi dhe respekti për procedurat do ju bëjnë shembull profesionalizmi. Zbatoni detajet me saktësi për të arritur majen. Financat fal menaxhimit të kujdesshëm të qëndrojnë të qëndrueshme, duke ju mundësuar gjithashtu një rezervë emergjence. Peshorja. Sot do ballafaqoheni me disa tronditje të vogla financiare, por asnjëra nuk do jetë e pakalueshme. Saturni do puqet me thjeshtësinë e ditës, duke larguar tensionet me çift dhe duke sjellur ngrohtësi ndërmjet jush dhe partnerit. Beqarët do favorizohen nga qielli. Takime spontane mund të kthehen në diçka serioze dhe premtuese. Në punë do finalizoni me sukses një projekt të nisur më parë, duke fituar argumentet e forta për avancim apo shpërblim. Financat do stabilizohen në fund të ditës, merrni guximin të kryeni ato shpenzimet e planifikuara dhe t'i shlyeni borxhet e mbetura. Akrepi. Sot do ndjeni presionin për të dhënë më të mirën, por asnjë sfidë nuk do jetë e pamundur për ju.
Në dashuri do jeni magnet për vëmendjen buzëqeshje dhe kjo aurë besimi do të tërheqin çdo syrin. Në çift nismja, periudhë stabiliteti dhe bashkëpunimi, ruajini këtë harmoni me komunikim të hapur. Në punë, sfidat e forta do sjellin rritje Jupiteri do ju ndihmojë të reflektoni para se të veproni financiarisht, duke ruajtur maturinë dhe ekuilibrin në buxhet. Shigjetari. Do jeni plot ide dhe frymëzim me vendosmërinë tipike shigjetare për të ndjekur ëndrat pa kursyer asnjë përpjekje. Në çift, romantizmi forcohet. Planifikoni një mbrëmje të veçantë për të ndezur përsëri pasionin. Beqarët qëndroni të balancuar. Emocionet janë të fuqishme, por mos e nxitoni zgjedhjen përfundimtare. Në punë, informacionet të fshehta që do merrni sot mund të japin hovë projektit tuaj, shfrytëzojini për avantazh. Financat do jenë në favorin tuaj, prandaj konsideroni një investim afatgjallë. Bricjapi. Mendoni mirë para çdo hapi. Maturia dhe përpjekjet tuaja konkrete do ju çojnë drejt suksesit. Në çift, dialogu i matur do rregullojë çdo keqkuptim. Duroni dhe bashkëpunoni për të forcuar besimin. Beqarët shman me impulsivitetin pas reflektimit mund të lindë një lidhje premtuese. Në punë, mbështetja e kolegëve dhe korrektësia juaj do çojnë në rezultate të larta, mos në vlerësoni asnjë detaj. Buxheti do ruhet në kontroll përmes planifikimit të kujdesshëm. Ujori. Kjo ditë kërkon kujdes ndaj rrjetit tuaj social. Miqt do jenë shpëtimi, armiqt mund të sjellin surpriza. Në çift do ndjeni harmoni të veçantë dhe emocionet do shtohen orë pas ore. Beqarët, aventurat kalimtare tërheqin, por prisni për lidhje të qëndrueshme, tregohuni të matër. Në punë, kreativi dhe shpërtbashkimi me ekipin do sjellin fryte të mira. Gjeni kohë për ide të reja. Financat do përmirësohen me pak menaxhim të zgjuar, ruani rezervat. Peshi. Sot do jeni mjeshtur në artin e kompromisit dhe dialogut, çdo konflikt të shndërrohet në mundësi për thellim marrëdhëniesh. Në çift, komunikimi i hapur do forcojë çdo kontradikt. Partneri do ndjehet i dëgjuar dhe i vlerësuar. Beqarët, kur të ndiqni instinktin dhe emocionet e sinqerta, mund të gjeni dashurinë e vërtetë. Në punë, aftësia juaj intuitive do ju udhëheqë drejt zhvillimit të projekteve. Investoni në trajnime të reja për të zgjeruar horizontet. Financat kërkojnë maturi, shmangni pasiguritë dhe ruani stabilitetin.